E sot kemi bo plan me ja ëmbëlsu ditën, kemi me folë për ëmbëlsirën e akullit, cila vështirë mund të rezistohet pavarësisht çfarë stine jemi duke jetu, pra do të flasim për akulloren që konsiderohet si një ndër ëmbëlsirat që s'mund të rezistosh dot. E sidomos për gjithë Prishtinalit, cilët kalojnë pallatit Rinise, ku gjendet ëmbëltoria Elita, cila konsiderohet se prodhon ndër akulloret më të mira në kryeqytet më të shijshme. Thuhet nga ata konsumues apo frekuentues të rregullt të kësaj ëmbëltorie, e cila funksionon tek ne, që 3 dekada, ideja që ka arritur të mbajë tempon e prodhimit edhe frekuentimit edhe konsumatorët gjithmonë i kanë pas pranë vetës, është se ka arritur të ruaj shijen qysh prej dekadave, 3 dekadave kur edhe ka nisë me funksionu në vendin tonë. Ne sot kemi mja kushtu pra këtë emision, pjesën e dytë të këtij emisioni, pra historiku të akullores, kur ka qysh funksionon të ne, si konsumohet tek ne dhe kur ka fillu të prodhohet, edhe njëkohësisht ku e ka gjenezën, dhe me thënë historikun e rreth kësaj ëmbëlsire, se në cili vend ka filluar të prodhohet për herë të parë, cilët janë popujt të cilët e konsumojnë më së shumti. Gjitha këto detaje do të keni mundësi të mësoni për ditën e sotme, edhe do të diskutojmë pak sa me të ftuarit tonë në studio, por fillimisht unë do t'ju lë në shoqëri me materialin e parë, i cili na flet për historikun e akullores, e cila prodhohet, tash edhe më herët, tash e 3 dekada në ëmbëltoren Elita këtu në Prishtinë. Akulloria si ëmbëlsirë shumë e dashur, pra vështirë që ndokush mund t'i rezistoj, sidomos kur kalon pallatit të Rinis, ku në ëmbëltoren Elita mund të gjesh akulloret ndër më të shijshmet në Prishtinë. Kur përmendet akulloria është e pamundën pa të shku mendja te Elita. Edhe nuk besoj që ka fëmijë qytetar të Prishtinës që nuk ka hongër akullore në Prishtinë. Edhe ku përmend akulloria, unë besoj që automatikisht ju shkon mendja te Elida. Dhe me thonë është tradita, cilën e mojnë prej fillimit, vazhdojnë ta kenë njëjtit persona, është pastërtia, është tradita akullorës, dhe mendoj që është lokali më i preferuar se përket akullorës Elida. Po si thmi, jo mësu më ardhë në Elida dhe mastaj kom vazhdu edhe në ardhë me shok, me familje, se Elida është vend idol për Prishtinë, është vend që simbolizon akulloren më të mirë në qytet. Ani shumë shpesh? Spaku 2-3 herë në javë të kaloj kënej, bile me marrë një akullore në dorë. Pëlqen shumë? Po. Hanë shumë shpesh akullore? Jo, vetëm nga një herë. Qen akullore? Po. Po. Cila ma shumë të pëlqen, me çfarë? Unë pëlqen shumë, unë pëlqen trasje ma shumë, pëlqen çokolada, karameli dhe vanilja. Mua më së shumë më pëlqen vetëm dyshe, kjo me Facebook edhe me mana. Nisër nga ajo se si Elita ka arritur të mbaj ritmin sa i përket prodhimit të akullores ndër më të shijshmet në Prishtinë, ne do t'ju sjellim një histori rreth prodhimit të akullores dhe konsumimit të saj tek ne. Zjerja e qumshtit mbi 6 orë, aparaturat italiane që se ka zhgënjur kur pronarin e kësaj ëmbëltoreje, të cilat datojnë që nga viti 1978, dhe produktet e freskëta si përbërës kryesor, sipas pronarit Bajram Idrisi e bëjnë të veçantë akulloren e cila shërbehet këtu. Akulloren kemi emër, mendoj në Prishtinë, edhe jemi të kënaqur me punën e akullores, shkaku se kemi një sapi special, që vijnë për qytetit për akullore, po edhe prej qyteteve tjera. E bon ma të veçan për akullorëve tjera, mënyra e përpunimit apo... Jo, ati për shembull janë edhe makinat pak, makinat italiane. Një e dyta, mendoj specifike e bon qumshti, ne punojmë me qumsht shtëpiak, jo me qumsht
blejmë. Po me qumë shtëpjake dhe specifike asaj është e zirja e akullores. Kur gjo tjetër. Akulloria pas zi nuk është e mirë, si me ju thonë, nuk di si... Po, 6 ore zim në qumshti. Mendoj akullore në qumshti. Kjo është maqina e cila e zi në qumshti. Qumshti shtëpjak. Pe këtuj, për shembull, këtu zihet 6 orë. Pe këtuj tani e nëzhet të në këtë maqinën tjetër këtu. Kjo është maqina ftofëse, cili e ftofë qumshti. Unë edhe me pa. Qumshti ftofët këtu, gjisore, e prekën dhe atëherë hinë maqinën kryesore, ku e bëna akullore. Për shembull e bëhet vanilja. Qumshti këtu i kemi aromat, i kemi aromë për shembull vaniljes, ose vendoset lethia. I kemi aromën e lethis, qumshti këtu. Kjo është maqina e akullores pemëve. Këtu për shembull këtu ka qenë akullore e fundit, e cila o dalë, ka qenë akullore e borovnicës. Po kjo nuk bëhet me qumshti. Kjo bëhet me shlak. Tjetër akullore është kjo. A mund të flasim pak për traditën e juj familjare, që sa gjenerata e përcjellni këtë lloj veprimtari? Në gjo, na jemi faktikisht gjenerate tretë. Në më thënë, babgjishi, gjyshi, tash vim na. Kështu që Prishtinë jemi që 40 vjetë, për 78-ës, për ndryshe kemi qenë Kroaci. Në ato koha, jemi ardhë Prishtinë, edhe, në më thënë, komplet familja jo ka punuar me këtë zanat. Edhe kështu që vazhdojmë na. Mundohen ata vazhdojnë. Tash sa të shkoje, andaj nuk e di. Folim pak edhe për shijet e akulloreve. Cila është më e preferumja dhe më e veçanta në ju? Dallojnë akulloret pemëve dhe qumshtit. Po mas shumëtit preferuar me janë qumshtit. Më thonë, lethia, çokolada, Nutella, është e karamelja, vanilja për shembull. Aso të akon akulloret pemëve janë drezat, ose kivit. Andaj është ananasi, janë frutat e malit, kështu që janë shumë lloje, po ti tregova disa të cilët janë më të preferueshme. Unë thash pak më herët 3 dekada, edhe një vit, në sajët e asaj që në tha Bajrami, edhe një vit i mush 4 dekada, do me thonë se vitin 1978 ka filluar funksionu. E për diskutu për këtë, në studio kam ftuar njërë nga pronaret e kësaj ëmbëltore, është Bajrami Idrisi. Bajrami mëngjes edhe mirë se erdhe në studion tonë, edhe njëri nga ata që prej se është hap kjo ëmbëltore vazhdon me qenë prezent dhe frekuenton çdo ditë është Veton Gashi, një qytetar i Prishtinës. Mëngjes edhe mirë se erdhe zoti Veton. Sot thash për jëmbëlsojmë pak shikus, për folim për akulloren me mëngjes, e mësum pak historikun e ambëltorës e cila servohet dhe shërbehet tash 4 dekada gati po i mbush ambëltorën e Elita, e po mënyrën se si prodhohet aty dhe çka e ka bëhet veçantë. E me zotin Idris po folje për këto dekada që janë këtu marrë familjarisht me këtë zanat. A ka ndryshu diçka në Elitë sa i përket prodhimeve që ju keni aty prej kohës kur keni filluar deri më tash? Gjoni, ndryshime nuk kemi pas lidhje me akulloret ose me ëmbëlsirat. Shkaku se akulloria jonë është e preferueshme në qytet. A se i takon specialiteteve ose, si me thonë tash, receptit akullores. Na e kemi atë mqepsi. Kështu që vazhdojmë edhe të mbajmë qatë mqepsi, edhe për akullore, tash nuk më vjen edhe pak si nuk du une me ëmbëltorën tonë tash me thonë që është ma e mirja, një ndë ma e mirja akulloria, po ka dhe akullore tjera për qytet, po është e preferueshme për qytetarë. Diçka keni bu ju që i tërhekni shumë njerës, është e pa mundër me kalu palatit Rinisit dhe mos me ju në ëmbëltorën Elita dhe me hongër një akullore. Këto kishëm nga tregu ma mirët dhe zotri Veton që e kemi këtu në studio. A kam të drejtë që po e them këtë? Normalisht, për arsye se une, do më thonën, frekuentoj aty që, do më thonën, prej se qio qelë, do më thonën,
prej meje ka fillu, do më thonën ajo, mandej familja, ajo tradit vazhdon. Do më thonë, automatikisht si dalëm qytet, do të gjithçisht të shkojmë te Elida. Nuk mundesh. Ja, Kalëm pallatin. Do më thonë, shtëpinë e kam 500 metra parafërsisht është aty, por si dalëm qytet, na gjithmonë frekuentojmë te Elida, aty takohemi. Do më thonë, njëherë kom fillu e vetë, mandej normalisht sot dhe frekuentojnë edhe fëmijët e mi, do më thonë, ajo ka me si tradit, kështu që na jemi, do më thonë, gjithmonë aty prezent. Gjdo dit, më stëmë, për shembulloni gati gjdo dit jam. Kjo e ka një arsye që juve ju tërhek për cilën kemi me folë pak as më vonë, po ajo që farë më bëri përshtypje, Bajram, në storje që isha aty prezent dhe gjirum, thatë se shijen e akullorës nuk e keni ndru, dhe me thonë ka vazhdu me qenë e njëjta pothuaj se prej momenti kur keni fillu me prodhu. Edhe kjo ndoshta e ka bërë shumë të veçantë këto akullore, edhe ka shumë faktor, kretë mundën i me nga zbulu edhe nuk po dojmë me hymë, se kemi planë më marrë me prodhimin e akulloreve. Mirë po ajo që anë më të përshtypje është makinerit që i përdorni prej asaj kohë akoma dhe sot. Më falë pak edhe për këtë segment. Në gjoni, maqinerin e kemi, maqinerin komplet italiane. Vëtëm prej asaj kohë nuk ka Prej asaj kohë nuk kemi ndryshu asë maqineri. Edhe maqineria është maqineri italiane, cila është shumë kvalitet. Ka maqineri tjera, janë Turqe, Turqisa po shteteve tjera. Po maqinerin e kemi italiane edhe me ato, jemi të punuar për momentin. Ashtë kjo një ndër faktoret që vazhdon me rujt shijen e njëjtë akulloria që prodhohet? Po, është një ndër faktor, të është e vërtet, shkaku që janë shumë kvalitet ata, mi po ka dhe sene tjera, për që punojmë me qumshte me akulloret. Kuptoni? E tash, gjitha u tregova pak pare, une gjitha më qepsit e akullores, ne së një tregoj, po e kemi atë receptin tonë të akullores. Sa i takon maqinerive, maqinerit janë shumë kvalitet, maqinerit italiane, tash ndjen ato kanë famë botnore. Italia, për maqinat të gastronomisë. Edhe kështu që vazhdojmë në ata, edhe do të vazhdojmë akoma. Shumë e rëndësishme truhet, do me thënë, shija, truhet mënyra e shërbimit, truhet mënyra e prodhimit, që shkan arrit këta familjarisht për dekada tona me rujt. Nështë kjo, zotri Veton, është edhe një ndër arsyet që juve ju ka bë të ndiheni mirë, me që këta kanë qenë shumë korekt ndaj konsumatorve, nuk i kanë shgënyu as njëherë. Nuk është mundur që të shkosh edhe të sot që nga akullorja njëjtë si dje. Shqeqon, normalisht të në masi frekuentoj këto, të më thonë nga të kohë pak u fizumi, të më thonë jemi deri sa. Të më thonë, ajo është arsyja pse unë shkoj aty. Të më thonë, gjithmonë të gjitha elementet që ka do të, mas pari është edhe atmosfera aty, gjithmonë është e mirë. Sukur që i thash, unë aty e ndi vetën, sukur me konë shpitem, do më thonë, mandej normalisht si me shok, si me familjes, gjithë herë, kur kom diko në i takemat e shka, une jëm në elit. Okej, kjo ka një historik shumë të veçantë, për cilën kemi me folë pas pak. Ndërka që në këto momente, me që Bajrami përmendi makinerit italiane, janë më të famshme dhe më të mirat sa i përket gastronomisë. Italia është edhe vendi ku më së shumët për herë të parë ka filluar të prodhohet akulloria kvalitative, kam fjallëm që për këtë, do t'ju njoftoj për mes materialit të dytë. Akulloria, ëmbëlsirë kjo e cila dhe tonë që në kohrat e vjetra, kur njerëzit dëshironin ëmbëlsirën të përzien me akull. Pre këtu dhe ka marrë emrin në Shqip, akullore. Pra akulli i ëmbël është përdorë qysh në Romen e vjetër, kurse mbretja anglis Charles II ka urdhruar që receta për akulloren të ruhet si fshehtësi e kategorisë së parë, dhe të themi se njerëzit e oborit mbretëror të Anglis, kur janë shërbyer me akullore, konsideroi se ishin njerëzit e kategorisë më të lartë në shoqëri. Sot në botë, si prodhuesit e akullores kualitative, njihen italianët.
Mirë po, vendi ku më së shumti konsumohet akulloria është Rusia, pra rusët edhe në 20 gradë e konsumojnë shumë atë. Pat pra qartë si dytë e ka rrujtë fanatizëm, recetera akullore si që rrujtë fanatizëm, krejta ata që prodhojnë, na përmendit dhe pak më herët Bajrami, italianet janë ndër prodhuesit më të famshëm dhe për akulloren më kualitative, njëkohësisht rusët janë ata të cilët më së shumë të konsumojnë akulloren. Këto janë disa të dhëna sa i përket kësaj embëlsireje. E nisëm me historikun. Historiku i familjes suaj që ju jeni gjenerata e tretë Bajram që merreni me këtë prodhimtari. Am trego pak, ndoshta ke marrë vesh prej të parëve tu se si ka lind si ide më marrë me këtë lloj zanati? Si ide, babgjishi jonë, për shembull, unë ku kam qenë i vogël, në ato koha, na tregojke, ku ka punu në ato koha me akullore. Në ato koha, dhe më thëmë para 60 vjetëve. E tash, që shkam punu ato, me çfarë kushte nuk e di, në ato koha, po, kështu, gjenerat mas gjenerat e erëm dhe të na, ku jemi sot, na, a kushtet nuk i di atë që shkam punu, kështu që vazhdojmë me këtë tradit, a se i takon traditës, tradit familjare kemi këto. Më thanë, ka punu babgjishi, tani baba, ne jemi gjenerat e tretë faktikisht, edhe kështu, sa dhe të nga shkon ne vandej, nuk e dim. Besoj se kam ju shkull gjatë edhe mirë. Okej, zotri Veton, me që po jemi të historiku edhe ju, ndoshta keni një histori e cila lidhet me jetën e juj edhe që ju lidh pikrisht me akulloret e ambëltore Selita. Normalisht atëre me qilën, do me thonë, palatit, unë kom fillu me figurentu aty, si ri, mandej, palati rinis mu mi ka afru ato sende që shtojnë prej litit se aty ka qenë edhe biblioteka e palatit, unë si student, kom mësu aty, mandej gjithdo pushim kom dalë në lit, edhe prej aty që shtojnë nuk e kom ndrojë. Edhe pse mandej jeta ka vazhduhe, po e lida gjithmonë ka metën. Normalisht, për shembull, kom historik, se edhe shoqen e kom njoftuar në lit, me të cilën bashkëtorën sot i kemi 3 fëmijë. Sa të thotë akullore ju ka bashkëpunuar? Po, por ndyshe ajo është ma konsumuse e madhe akullore se sa unë. Do me thonë, mirë po e kanë janë vazhdu edhe me fëmijë. Se unë për shembull, kër kemi dalë në qytet me fëmijë për dorë, unë gjithmonë fëmijën e kom pru në elit. Do me thonë, edhe familjarisht kur kemi dalë, edhe tashti vajzat janë rritën, matë rritëna janë, thonë janë pëmsu, e kom djallin, me djallin vije, do me thonë se është pak ma i ri, edhe me te vijë në elit, gjithdo herë, Bajrami një kejtë familjarët e mi, kështu që jemi në shumë peripeti, do me thonë, dodhin, për shembull, këto e konsiderojmë na si kur, së dish me thonë, si pjesë të familjes, ka ndodhë rastet të ndryshme, për shembull, në elit aty, për shembull, ka ndodhën, për shembull, do njerë vajza, babi qërës pare nuk kam, ku je, po në palatri shkot e Bajrami meri pare, se mandej unë jaja. Kështu që jemi të lidhën shumë, edhe me të vërtet aty e ndijën e vetën, ose edhe familja. Plus, po thëmë, edhe shok, të krejt, aty gjdo sen, rreth meje, shka silët. Se të thash, edhe studimit, edhe shoqen, edhe kemi vazhdu tradit që Elida për neve është lokali të cilin, muj me thonë, të cilin të vetmin e frekuentojmë kështu të regullt. Na shkojmë edhe në për tjera lokale, po më varet prej personit me të cilin jemi bashkarisht. Oke, një është si në shpe, edhe shërbimi mirë. Edhe qka është ma kryesore me ata kolegë të cilët i kemi kry studimit, për shembull, edhe kina mësu në bibliotek, ata kur vinë për se ata janë botën e jashme, janë Zvicer, është shoku në im, kastrati, në Amerikë që janë, ata kur vinë, takimin na e kemi të Elida. Gjithmonë takomi aty, të më thonë pas 25 viteve, për shembull ata që kanë shkuar në botën e jashme, na takimin gjithmonë e bojmë të Elida, normalisht këtë janë konsumus të akullorës, si një sen të cilën nuk joshja, nuk i lejon që pa e provu edhe pa e hongër.
Sidomos këta që janë në botën e jashtme, ata që e kanë provu, patjetër që kanë nostalgji. Po, që ajo i shtinë se do të shkojmë do të hajmë akullore. Ka nostalgji për vendin. Edhe invertarin duket i njëjtë Bajrama, tash sa kohë si invertarin ju nuk keni ndru. Jo, inventarin e kemi ndru. E keni riparu? Po, e kemi riparu, po jo, e kemi makina 3 e krejt. është ndrume dhe e kemi renovu lokalin e vitin 2000. Kështu që kariket nuk janë ndrume, po janë ato drujt. Se simbolizojnë kohën e atërshme. Kështu që është i renovu lokali. E kisha fjallën kështu në pamjen e parë duke në karikat gjithmonë të njëjta, të kanë qenë se e kam qarë që muret e këtoj, keni lyj, keni ndres, kështu. Veni një pyetje prej kolegëve të mi, emrin e Lida qysh kam vetë? Pse ja keni vënu emrin e Lida? Emrin e Lida është emri i cili... Emri e Lida është emri i vajzës Mahmud Bakallit. Qa do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ne në atë kohë, vitet 77, vitet 78, kemi punu në Beograd. Ndërkohë mi njoftu me Mahmud Bakalli. Beograd kanë qenë ato vizitë zyrtare, edhe kështu që na ka ofru Prishtinën. Në atë kohë ka qenë të ndërtu Pallati i Rinisë. Edhe na ka thënë pse jeni ardhur që ka larg këtu, mendoj pleshve ta, është objekti të mbaru në Prishtinë, a do të vini në Prishtinë. Edhe atër në ato koha, pleshta. Me origjinë jeni nga? Nga Maqonia, nga Tetova. Po. Edhe atër në ato kohë, plesht kanë ardhur këtu, të ndërtu pallati. Edhe kemi marrë lokali mirë, po e Lida rrjedh nga emri i vajzës Mahmud Bakallit, e cila është sot gjallë, edhe shpesh na vjen aty. Vjen ju vizitat. Po, gjithmonë. Kështu që kemi një konsiderat madhe ndaj asaj, edhe... Shumë mirë. Që kjo është historia e emrit, po. Pik takimi ka qenë atë kohën kur vendi ka kaluar për trazirat shumëta edhe i intelektualëve të cilët kanë frekuentu shumë shpesh aty, kanë bëj takime, kështu me radhë. Am fol pak edhe për këtë pjesë, a keni pas ju vështirë me funksionu edhe në kohën e para luftës? Kur thash se intelektualët kanë qenë pik jo e mire e arnikut. Po, kohën e para luftës shumë vështirë kemi pas me funksionu si lokal, shkaku se gjithë intelektualët e asaj kohë të boshin ati, lokalin tonë, mi po kemi pas edhe probleme matë mëdhaje, na dënohën Serbia, na mbilli lokalin neve. 3 vjetë. 3 vjetë e kemi pas qiran, pagushim qiran e lokalit, ne 3 vjetë mbillut. Lokalit të qenë mbillut, pagushim qiran, pallatit. Në ato koha, se ishin masat e dhunshme. Edhe kështu që me gjyq e fituam na. E fituam lokalin dhe e hapëm pra. Gjithë intelektual të asaj koha, tash ti mundi edhe me i përmend me emra, ishte Ibrahim Rugova, ishte Vetën Suroj, Recep Qosja, ishin gjithë ta profesore, doktore, që ati të boshin. Edhe tash mundoheshim me atë punën tonë, t'ja u bojmë atë shërbimin cili duhet me e bojna që i kishim deti për me punu, po e kemi pas shumë shtirë në atë kohë. Kështu që e kaluam, edhe sot jemi të lirë, jemi të gëzuar, kështu që vazhdojmë me punu. Vazhdojmë me punu, bile që akullorja vazhdojmë të konsumohet shumë në elitë edhe gjatë ndimnit. E thamë se Rusët janë popit cilë konsiderohet se më shumë të konsumojnë akullore, edhe pse Rusia dihet se ka temperatura gjithmonë në minus, bile në 20 gradë, në 20 gradë edhe shumë konsumojnë akullore. Njëta gjë ndodhet të na, dhe të na nuk është se ka shumë diferencë mes verës dhe ndimnit konsumimit akullores. Po. Na akullore nuk e ndalim, na punojmë akullore edhe ndimnit. Në më thanë është temperatura minus 20 në akullore shes. Thanë konsumojnë njërzit. Po tash, ndoshta është shkaku se është lokali, është në objekt brenda. Kështu që është pak ma ngrohtë, kështu që punojmë, funksionojmë akullore edhe dimrit. Edhe një segment që më ka po përshtypjen pas bisedës që kemi pas, keni pas shumë oferta edhe prej bizneseve tjera që të
të marrim për ju akullore, ju të prodhoni akullore për ta. Gjë që ju nuk e keni pranuar një gjë. Jo, nuk e pranojmë, ne edhe sot e kësaj dite nuk e pranojmë. Akullore nuk e japëm. Me thanë, kemi ofertat mëdhaja shumë, e ka mos, për akulloren e qumshit. Në pyetje, na nuk e japëm, se akulloren e qumshit na e bëjmë me vesë. Edhe kështu që nuk e japëm akoma, edhe... Arsyet janë? Arsyet janë vesë. Pse akulloren e bëjmë na me vesë. Do me thënë duhet qëndroj aty pra? Po, duhet qëndroj aty ku është... E sigur. E sigur, po. Do me thënë kjo e ka bërë edhe, zotri Vitan konsideroj se gjithë shka që farë shërbet aty është e freskët, është e sigur, bëhet shumë pastër, ju e dini më mirë që e frekuentoni çdo ditë. Shëqone, për shembull, aty jam mëngjes, për ndryshe edhe me zotri Bajrami në pim kafe, edhe në natë mëngjes, për shembull, vjen qumshti i freskët, shifet me ato kantat, do me thonë që çdo ditë vjen qumshti i freskët. Normalisht, kur i ka këto përbërësit të fresta, normalisht edhe kvaliteti i akullorës është i nivelit lartë. Mandej, normalisht, i kanë ato receptat e veta që i majnë, kështu që na shifemi aty, shifet atmosfera, shifet puna, kështu që une, kur gjë, po mendoj, dishka që muj me cekën, për vetëm punë, këta me të vërtit punëtor të mëdha janë. Absolutisht edhe mjeshtër me fanatizëm e ruajnë recetën, e ruajnë për vete, dhe shumë mirë bëni që ruajnë për vete, se jo rastisht ne po themi se po të kalosh prej Pallatit të Gnis nuk mundesh pa konsumuar akullore. Po këto shefësit afariste, njerëzit më shefën, njerëzit të recetën se japin që cilat bartët prej gjeneratës në gjenerat. Absolutisht, po. Edhe këta kanë mujtë, më thonë, e kanë mujtë, normalisht jenë suksesshëm për arsyet të këtyne komponenteve të cilat i kanë. Po, shumë familjarë që frekuentojnë aty me fëmijë kohët fundit, po i tërhekni shumë me akullore Facebook. Ka e marrët ju këtë Facebook? Shumë fëmijë po vinë për marrin. Në gjoni, akulloreja Facebook e ka preja në tash mendoj Kosovë, Maqedoni edhe Shqipëri, nga Shqipëria ka ardhur. E kështu tash aromën e kemi të Facebookut, i kemi ngjirat e Facebookut, kështu që sigurisht nga telefoni. Tash unë nuk e di, po shihet veçantë nuk ka akulloreja, ka ngjiren edhe një farë arome Facebookit tash. Nuk e di unë. Nga Shqipëria kemi ma, po. Po, duket se cili fëmijë që vjen aty, kërkon Facebook, për isë në frikfajsës si me reja, cila që do të jetë sa herë që të kemi mundësi pas qerdhes e dërgojmë në elitë dhe me të marrë me shiku aty tek vendi ku ruhen akulloret, ndoshta ngjyra peduni Facebook, kur e pashu habita me tonë të drejtën. Okej, reja, dhe një Facebook kemi pas sot, në qoftë se është të shiku mas qerdhes. Akulloreja, sa i përket preferencave të fëmijëve, vazhdon me qenë shumë e dashur, përveç kësaj në kornet që shërbehet në ëmbëltorën për cilën folëm, vazhdon me qenë shumë e pëlqyer dhe preferuar edhe akulloreja në Shkop. E se si ka fillu të prodhohet akulloreja në Shkop, edhe kjo e ka një histori shumë të veçantë, për cilën do t'ju ftoj të shihni materialin e tretë me radhë. Ëmbëlsira akull, pra akulloreja, është shumë e preferuar edhe nga fëmijët. Me një fjalë, si rezistojnë dot kur kalojnë pranë vendit, kur ruhen akulloret, apo edhe ka ëmbëltoria që servohen ato. Përveç akullores kornet, nga fëmijët mbetet si shumë i preferuar edhe akulloreja në Shkop. Akulloreja në Shkop, historikun e saj e ka në Ajova të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku në një ëmbëltore hyri një djalosh i vogël, i cili ishte në dilemë, që me parat që kishte, çfarë të zgjidhte, çokoladë apo akullore. Shitësi i zhdërvjellët e hetoi dilemën e djaloshit dhe vendosi që djaloshin ta shërbej edhe me çokoladë edhe me akullore. Dhe që nga ajo kohë, po këtij shitësi i lindi ideja për të prodhuar akulloren bashkë me çokoladë. Akulloreja në Shkop e kombinuar me çokoladë vazhdon të jetë shumë e kërkuar nga konsumatorët, jo vetëm të vegjël, por edhe nga të rriturit. Kom kritika për kolegëve të mi shumë i kom provoku mëngjes me akullore, po
Nuk është se nuk i ki konsumus regullët edhe punëtorët e Nistenishit, shumë kolegë një vinë aty, edhe shërbejen me akullore, edhe ëmbëlsira, nga që, përveç sa ju keni edhe ëmbëlsira të llojeve tuaja, cilat i konsideroni si më të preferumet aty? Ndëgjoni, ati kemi shumë ëmbëlsira, na, po mësë shumë të cilët janë preferua për qytetar janë, është ëmbëlsira e Bohemit, për shembull, ose janë indiankat, tani janë tortë, se na pregatisëm edhe torte për darsma e torte për ditëlindjes ende, po për mësirave pak ma e preferueshme është për momentin është indianka edhe bohemi. E ta shka edhe mësira tjera, për shembull, po. Janë ato mësirat e moqme, shampitja, për shembull, është krempitja, janë të lumbat, baklavat. Shampitja në moti se pas në anisis. Po, shampitja është mësira e bardhe, katore, po. Edhe ajo lipe shumë. Absolutisht, po. Zotri Veton, po në shpe, a e konsumoni akulloren, po akulloret e konservume, apo përgadit nëjherë shoqja juaj akullore, apo i lita vazhdojnë me qenë pika ku juve ju tërheq me konsumu akullore? Nështë që, une normalisht të lita, po shoqës tem i shkojnë të gjitha punët, kështu që ajo është në gjendje edhe akullorën me prodhue, kështu që, po me shiqur realisht për shkak të kohës që jemi të kufizu, me ne, për shemë edhe kur të marëm të paketume që po prapë thash atin kryesorja është e lida. Absolutisht. Kështu që aty kur kemi do më thonë, po në rastet, do më thonë për musafir kur vitë, që do mësë do të me pasën atë farë, aty për musafir, atëre të qesëm po shërbemi akullorën, e cilja është në atë farë paketimin, a për ndryshen, normalisht që akulloria e freskët, akulloria se, është ma e mirë. Akulloria ma e mirë të elita. Unë i falenderoj shumë dhe pa ta knacin që bisedova sot me juve, për një tim shumë të ambel, shumë të mirë akullorën, edhe Zotri Veton, ju vazhdofshi me pas takime dhe me dëgju fjallë të mira për elitën edhe me pas takime me mishte dhe bashkëpunëtorët e ju vetëm për të mirë në atë ambëltore. Falenderit që ke qenë, Zotri Bajram dhe juve shumë suksese në punën që tash po bënim. Edhe shbesoj se kemi më taku me ndonjë rast tjetër. Ka që kishim për temën e sotme që diskutum sa i përket historikut të akullorës. Në fakt, ku me që bëjmë fjallë për akullorën, gjithësësin nuk pata mundësi ta na shkaloj vendin në Prishtinë ku servohen apo prodhohen akulloret ndër më të mira. Ndër më të mira do të thoja, pra është vendi elita.